Na ka shoqëruar për më shumë se 100 ditë. Bëhet fjalë për Big Brother VIP Kosova, për të cilën kemi pasur vazhdimisht tema javore në bazë të dinamikës për gjatë rrugtimit, as pak të lehtë të banorëve. Por nëse flasim për post Big Brother, çka ndodhi aty dhe cilat e vërteta u pranua. Në Zoom sonte do t'ju tregoj disa detaje që janë bërë dhe direkt pas ndarimit të sezonit të 4 të këtij formati. E që është një të themi se na ka mbush me lajme me çdo ditë. Kush ja po hajrin e kush o të mësua, do e kuptoni tani. E një penetration fantastike Klode e Liona dhe Londre. Derisa ky fundit u shpall fitues si hiç më pas se 124.000 euro e po i kalon ditët më të mira. Eliona e cila u rendit e dyta duket se po e shfrytëzon më së miri famën dhe vëmendjen që e mori në Big Brother. Ajo ka nisur në një bashkëpunimit me brende të ndryshme që reklamon në rrjetet sociale. Të kalojmë tani te Klodi, i cili gjendet aktualisht në Kosovë, e mori pjesë në post Big Brother. Madje nuk u kursye duke pranuar për herë të parë që dhe ai ka pëlqim për binakaj. Në Zoom nga burimet e sigurta ka mësuar se dyshja Eli Klodi janë takuar, kanë shkëmbyer numrat e telefonit. Duket se çdo gjë mes tyre po fillon, por jo më si miq, ama si partner. Gjithsesi, urime pëllumba ju shkoft mbar si baklava në tepsi. Tani është koha për Hygertën, e cila u mirëprit në Shqipëri, e madje na ka befasuar me qëndrimin e saj të gjatë, duke u renditur e pesta. Por gjithsesi e preku finalen e mori 10.000 euro, e bashkë me to edhe zemrat e shikuesve. Anipse përjetoj keq si i treti në garë, Ludulli shumë shpejt e kuptoi realitetin. Ama ajo që nuk dihet për të, është se u largua nga Kosova ende apo jo. Në anën tjetër, Benitës i ra mësysh dikush duke hakuar Instagramin e saj. Por kjo nuk vënoi shumë dhe pas disa ditësh e riktheu përsëri. Lusi Benita, hyrje e paragjikuar, e doli me suksese të shumta, si për shembull me Bugatti. Bugatti në ndrojmë, Ferrari në ndrojmë, lokacioni sa qojmë, adios të bojmë. Kushtrimi, Sasa, Fjolla e Mentori, që dan kontribut normalisht dikush më pak e dikush më shumë, po i kalojnë ditët më të mira, duke qenë në qendër të vëmendjes. Ata janë bërë edhe miq të mirë. E këtu duhet përmendur Labinotin, Idron dhe Nailin. E po të paktën ky reality show mbaroi, po jo dhe miqësia shumë konkurrentëve, që të treguan vetën në dimensione nga më të ndryshme në të gjitha ngjyrat e tyre. Ej, ju du pa fund faleminderit me shpirt e me zemër për krejt dashnin që ma keni jap prej ditës parë. Të ndalemi dhe njerë tek fituesi Londrem, ku pati reagime të publikut, ku pothuajse të gjitha ishin pozitive. Madje ka zëra se thonë që Mekaj është fitues i të gjithë Big Brotherave që janë organizuar në vend. Që thjesht po du mi thonë që jam ka ju shot, po jam procese si për tu i shiu edhe në dësene. Ndiqni këto postime të fundit të tij, duke bërë kështu që ai të jetë akoma me këmbë në tokë.